Allahun e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Të përgatitemi për një sabah, për një mëngjes, për një lindje të re. Nuk është për qëllim lindja e nesërme e sabahit, sepse dielli do të lindë siç ka lindë çdo ditë tjetër. Por një lindje në vetveten tonë, në brendësinë tonë, e lindje e re e një shpirti të ri, të devotshëm, i cili pas një kursi intensiv për Allah, i cili ka zgjatë një muaj të plot, do të lindë mas këtij kursi, mas këtij trajnimi, do të lindë i ri, një shpirt i cili edhe pse ka dalë prej Ramazanit, do të vazhdoj me ibadete si në Ramazan. Një shpirt i cili është eduku për një muaj të plot, duke i thënë vetës, unë adhuroj Zotin tim si në Ramazan, ashtu edhe jashtë tij. Unë nuk i kam bërë ibadetet për shkak të Ramazanit, por i kam bërë ibadetet për hir të Allahut. Ai Zot i cili apo për cilin jam lut, edhe jam fal në Ramazan, ai vazhdon të jetë i gjallë, i pavdekshëm, i përhershëm, pa fillim dhe pa mbarim, edhe mas Ramazanit. Ulemat kanë thonë bahuni rabbaniyun, jo ramadaniyun. Bahuni, fjala rabbani, i thuhet atyre besimtarëve të devotshëm, të cilët kanë mri nivelet larta, të cilët e kanë fut në pushtet epshin e vet, të cilët nuk lëkundën as nuk ndryshojnë me lëkundjen e ndryshimin e rrethanave të kohës apo të vendit. Ata mbesin adhurues të Zotit edhe mas Ramazanit. Ata nuk janë veç Ramazanxhi, por janë të përhershëm në ibadete. Allahu Gjalleshanu ka dhënë një rregull në Kur'an, i cili është i pandryshueshëm, i cili është pjesë e projektit tonë jetësor me të cilin afrohemi te Allahu. Ka thënë Zoti në Kur'an, e ti adhuroje Zotin tënd deri të vi vdekja. Nuk adhurohet Allahu Gjalleshanu veç në Ramazan. Adhurohet Allahu tanë jetën. Po, ne jemi të vetëdijshëm se Ramazani e ka ambientin më të veçantë. Në Ramazan shtohen disa ibadete. Në Ramazan krijohet një frymë e re, krijohet një atmosferë e veçantë. Është një ndihmë më e veçantë hyjnore, prangosën shejtanët. Njerëzit më shumë bëjnë ibadet në përgjithësi dhe kjo është ndihmë për ty edhe për mua. Por asesi neve nuk dorëzohemi. Asesi neve nuk kthehemi në pikën 0. Nëse jemi kanë para Ramazanit në pikën 20, në Ramazan pastaj kemi shku në pikën 100, tash asesi nuk bën më kthy 20, as 10. Pra më kthy aty kemi kanë ose hala ma keq. Absolut jo. Na mund të kthehemi në pikën 50, 60. Është e vërtetë që sunrrim sikurse në Ramazan, njëjtin nivel. Por asesi çdo vit nuk kthehemi në pikën 0. Çdo vit na bëhemi më të mirë. Derisa një ditë na vi vdekja. E kur na vjen ajo ditë, na jemi në kulmin e devotshmërisë, sa më shumë që kemi mundësi. Sa më shumë që kemi mundësi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar në hadithin e saktë që saddidu wa qaribu, mundoni ka thonë. Mundoni, saddidu me qellu sa më mirë. Wa qaribu, mos mund fshit 100%, bile nëse s'mund me qellu cakut, asoj shest, 10, bile 8, bile 7, ama jo për te tabelën. Jo atje në livadh me gjujt. Muno sa më ngat,
cakut. Kjo është që kemi rregull që ibadetet t'i kryjmë sa ma mirë. Sa ma mirë. Ibadetet t'i kryjmë sa ma sakt. Ibadetet t'i kryjmë sa ma me shumë vullnet, sinqeritet, edhe jo mu lodhë, jo mu dërzu, jo mi ik ibadetit. Një prej shenjave se na pranohen adhurimet bazë, adhurimet farz, si që është agjërimi, si që është haxhi. Neve du të shohim se ku jemi mas këtyne ibadeteve. Ku jemi? Edhe bile namazi që është 5 herë në ditë. Dietarët kanë përmenë se shenjë e pranimit të këtij ibadeti, pra të namazit, është besimtari mes namazeve. Sa është mrena binarve. Apo sa ta falë i qenin, kthehet njetat harame, të bo dallavere, të mashtru, të rrë, deri në akşam. Në akşam pasaj vjen falet, apet mas akşam deri në jatsit, njetat dallavere. Namazi deri në namaz du të me të majtë nivel. Ramazani deri në Ramazan me të majtë nivel. Prandaj, shej treguse a pranimit të adhurimeve është që mas atij adhurime, a ki gajla jo. Wallahi, na kemi njerëz të cilët, subhanallah, kur del Ramazani, ishe shumë sakt, shumë qartë, hiq pa shybe, shejat e devotshmërisë që kanë me të aj. Pashtu kur kthehen prej umrës, kur kthehen prej haxhit, bile ja u marrim lakmi, mashallah te barakallah, Zoti begatoft, se si janë të devotshëm, vazhdon devotshmëria në fytyrën, në sjelljet, në fjalët e tyre. Kjo është shej që Allah të ka pranu Ramazanin, shej që Allah të ka pranu haxhin, të ka pranu umrën, të ka pranu namazin. Nuk bana se si besimtari me dalë prej xhamis, mas e ka falë drekën, edhe me ofendu rrugës, me përqesh rrugës, me sha rrugës, me këqyrë në haram rrugës. Absolut jo. Na nëse mendojmë që kërkush s'është të na pa, na nuk i kemi raportet, lidhjet tona me njerëzit. Na nuk e ulim shikimin për hatër të njerëzve. Na ulim shikimin për i Zatë Zotit, azza wa jall. Na jetojmë për Zotin, na vdesim për Zotin, na japim për Zotin, na heshtim për Zotin, na flasim për Zotin, na japim çdo sen për Allahun, na e besojmë ata, prej ti shpresojmë, te ai do të kthehemi, vetëm ata në synojmë. Prandaj nuk ka nevojë neve me na pa njerëzit për munal, ose me na pa njerëzit për me bë vepra të mira. Ne kemi të njëjtin standard, sepse jemi lidh me dikon që është më i fortë, më i dobishëm për neve se sa njerëzit. Nuk kemi lidh me ata të cilët as nuk na bëjnë dëm, as nuk na bëjnë dobi. Me krijesat. Lidhë me krijuesin, kur nuk ki me hup. E për me vazhdu në veprat hajrit të ndërruar vëllezër, po lind një mëngjes i ri, po lind dilli ndryshe për neve, mas një ibadeti 30 apo një mujor, po lind në atë formë sa na nuk kemi me qenë të njëjtit njerëz siç ishim para Ramazanit. Po do të jemi më të mirë. I kemi ngrit standardet e ibadeteve tona, biidhnillah, me izin të Allahit. E mas mushmi 100% dhe shumë, bile pak të ndryshojnë. E që është me kuptu se a jemi në rrugë të hajrit apo jo, me fillu kush ka mundësi me agjërimin e 6 ditëve të Shevalit, kush ka mundësi. Nuk po themi që është farz. Kush ka mundësi, nëse s'mund kur gjo me bo me adhon besën Allahit prej sot, o Zot, kum lexu Kur'an Ramazan, kam me vazhdu mas Ramazan, mas paku 2 faqe me i lexu. Mas paku 2 faqe. Me adhon besën Allahu Gjelleshanu që s'kam minal duat, me qëfar lutje? Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. O Allah, që ndryshon zamrat e robërve. Ndro ma zamrën, ndryshon ma zamrën, oriento ma zamrën, anina ka është feja jote. Me lypre Allahit me të forcu në këtë din. Pra, kur ka vdek pejgamberi alayhis salatu wassalam, sahabët janë mërzit shumë. Disa prej tyne kanë hupe dhe orientimin, s'kan di qa me ba. Prej tyne që është qartë, ka qenë Omeri radhiyallahu anhu, shumë është mërzit, e ka hupe orientimin, edhe kanë zerë shpatën Omeri,
edhe po vërtet në për rrugët edhe sokakët e Medinës edhe rreth xhamisë pejgamberit alayhis salatu wasalam, duke thonë kush thot që ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka me myt me shpatë. S'muj ke me pranue Omeri se ka vdek Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ebu Bekri ishte në periferi të Medinës në një prej kopshteve të veta që kish mbjell aty bafqe, pemë, perime, edhe i kalzun e ardhë. Ebu Bekri i qetë, stabil, i urtë, larg pams, i meqëm, i lidhën me Zotin. Jo si na tash u kry Ramazani, me hup orientimin. Nëse hupim orientimin, se na kemi Zotin edhe mas Ramazanit. Ebu Bekri nuk e hupi orientimin pëse vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se na kemi Zotin, e kishe Ebu Bekri Zotin edhe mas vdekjes pejgamberit. Sahabët tjeru që orientuun, metën, çka me bo? Erdhi, i qetë hynin dhomë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ishte shtrim Resulullah sallallahu alaihi wasallam, plot, qetësi, nur, ftyra ati. Shkoj, ja shplej ftyrën, e puthin ballë. Edhe i tha, të ka ardhe era mirë, gjithë. Ja Resulullah, edhe për zgjallë e për zdekni, era mirë të ka ardhe. Jam le ftyrën, apet. Edhe dul në xhami. Omeri shpatë në dorë, ngriti zanin e Ebu Bekri. Tha, ndëgjoni ju njerëz, kush e ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dijeni se sot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka vdek. Ama kush e ka adhuru Allahun xhalla shanuhu, dijeni se Zoti është i pavdekshëm, kur nuk vdes. Dhe le të vazhdoj të adhuroj. Edhe lexoj ajetin e Kuranit, nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vritet ose vdes, a do më thonë kjo që ju me dalë për udhës Zotit? Allah që ka thonë në Kuran. Tha Omeri kër e nita këtë hadith, këtë ajet, më falni, që Allah ka përmenë që pejgamberi ka mundësi, ka me dek dikur, ose mundu dikush me myt, edhe pse Allah e ka rujt, mos me mujt me myt, atentat me bëdhe, pse kanë tentu disa herë. Tha kër e njeva këtë ajet, që ka përmenë Zoti vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mran shpata pi dorës, si me thonë u shtonga, edhe si me pas lexu, si me pas një për herë të parë, e disha përmensh këtë ajet, ajo kon hafëz, po tha se më kam kish hup, nuk e di. Tha më forcoj Zoti, rapu nala, ngova Abu Bekrin e u qetësova, qatë heru binda që ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam. E ka thonë këtë fjalë të madhe, Abu Bekri ka thonë, kush e ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka vdek Resulullah. E normal, na adhuroj Muhammedin alayhi salatu wasalam, jo, se kush adhurohet i vetmi? La ilaha illa Allah. S'ka tjetër kush adhurohet pas Allahut. Edhe na po theme, kush e ka adhuru Ramazanin? Ramazani shkoj. E kush e ka adhuru Zotin në Ramazan, e Zoti vazhdon të jetë Zot. Binde vetin se që ky Zot meriton adhurim edhe mas Ramazanit. Po e kuptojmë na, se Zoti zatën e kalon qashtu, që mas Ramazanit nuk jemi në të njëjtin nivel, vullnet, intensivitet të ibadeteve. Po se nuk do më thonë që na tash më kthy, ku imi kon keq, shumë i kon para Ramazanit. Le të vazhdojmë të ngritemi çdo vjet kapak, derisa kur na gjen vdekja, më kon sa më të plot në devotshmëri, në adhurim, në ibadet edhe në iman. Allah na pranoft këtë muaj të bekuar dhe na mundsoft që me vazhdu edhe mas ti deri në vdekje me ibadete.